Nga jo në këngë djepi Shtatori, kaq të nxehtë, ku dielli ta bën me sy, jemi nisur drejt një fshati të vogël, por që shtrihet në një teren jo të lehtë për tu arritur. Rruga është e mirë, edhe pse e ngushtë, malore dhe shumë ksesa, tek tuk nuk ishte as asfalt. Megjithatë, banorët e këtij fshati nuk e shohin të vështirë largësinë nga qyteti, as kushtet atmosferike të jetesës në një lartësi të tillë mbi nivelin e detit, dhe sidomos në dimër. Ashtu sikurse në çdo fshat shqiptar, sot ky fshat numëron vetëm pleq. Tek tuk ndonjë çift të ri, që ende nuk i kanë braktisur të moshuarit. Ajo që vjetër e së fundmi ishte frekuentimi i fshatit nga turistë të huaj, të cilët në shumë raste e ngjisnin që nga himara më këmbë, tregojnë banorët. Sa keni dëgjuar për këtë fshat? Sa prej jush e njohin? Në fakt, ky fshat i vogël, me një pozicion gjeografik të jashtëzakonshëm, gjatë periudhës komuniste, u bë mjaft i njohur duke shpënë çmime të njëpasnjëshme në shtëpi nga grupet folklorike përfaqësuese të fshatit, të cilët pikasnin me këngët e përzgjedhura dhe të interpretuara me aq mjeshtëri. Sigurisht, nëse do më pyesje mua a ke dëgjuar ndonjëherë apo e di pilurin, gjëja e parë që do të përgjigjesha do të ishte: po, ai fshati që ka kënduar ato këngët e pikasura labe, që kanë mbetur ende dhe sot më të dëgjuarat nga polifoni dashësit. Por nga ju vjen ky frymëzim dhe kjo mjeshtëri e këngës labe? Le të shohim pak prejardhjen e fshatit. Një banor i moshuar nga fisi Muçaj na shpjegoi se vetëm 4 fise erdhën të paret në këtë vend kaq të lartë, nga fshatrat e lumit të Vlorës. Kjo padyshim më jep përgjigjen e mjeshtërisë së trashëguar që kanë për Ison Labe. Megjithë që këtë bukuri të rrallë, pamje magjepse dhe ajrin e pastër të malit, edhe këtu nuk kanë munguar problematikat ashtu si në çdo fshat. Përveç largimit masiv të të rinjve, jashtë apo migrimit në zona të tjera të vendit, së fundi në fshat ka pasur edhe dëme në bimësi të ullishteve, që janë një burim të ardhurash për vendasit, e që zona bregdetare i ka frymëmarrje, këto pemë që përshtaten e rriten më së miri se kudo tjetër. Zjarri që pati rënë shkrumboi qindra rënj ullinj, duke i lënë shumë prej familjeve në mëshirë të fatit. Po vjen njeri ti mbledh shumë këta që kanë kur jashtë. O s'ka, sa u dojnë në ajnë, lëshojnë në prapë të këqinë, të janë djekë, vetëm dhe ata në të shpëtuam. Moram. E megjithatë, shumë prej bimëve shprehen banorët janë ri për të rirë edhe pas zjarrit. Ndoshta ashtu si në çdo fshat shqiptar, banorët vendas që zgjodhën emigrimin nuk do të kthehen më, ndoshta. Por një shpresë dhe ripërtëritje, ashtu si pemët, duket se janë turistët e shumtë që preferojnë të vizitojnë këto fshatra, ku mjafton një mbrëmje, një perëndim dielli për të frymëzuar, apo duke dëgjuar tek tuk ndonjë shtëpi me nostalgji këngët e vjetra polifonike të fshatit që triumfonte dikur me to.